Edhe nëse Kuvendi i Kosovës vendos që përkundër aktgjykimit të gjykatës kushtetuese ta konstituoj vetveten në kundërshtim me detyrimet që nën kryetarit të jetë i shumicës fituese serbe, unë shoh do thotë edhe presione më të mëdha për Kosovën, edhe rreziqe shumë më të mëdha në skenari tret ka sollim. Edhe rreziqe shumë më të mëdha për Kosovën në kuptimin e telasheve që të dalin me partnerët ndërkombëtar. Me ajo që disa herë kemi thënë për ta përfunduar, me ajo që vetëm do të trashet gjithnjë më tepër kërkesa për fuqizim të kompetencave autonome për serbët e Kosovës. Atje na shpije kjo situatë. Nëse hipotetikisht gjithmonë dy skenar po i qesim në tavolinën, unë thash e para mund të jetë që Kurti pa hezitim ta zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese por të justifikohet politikisht para elektoratit të tij, dhe e dyta që me kokëforsi ta shpërfill këtë vendim, mirë po pasojat do të jenë edhe më fatale për shtetin e Kosovës. Dhe zgjidhja e tretë, po nuk e publikoj fare gjykata kushtetuese aktgjykim. Po nuk e publikoj, po them. Do ta kemi një seancë konstituive pa aktgjykim të gjykatës kushtetuese dhe kështu do të jetë më e lehtë mbas të veprojë siç ka vepruar. Jo, në këtë situatë unë jam i bindur që nëse nuk ka aktgjykim të publikuar, këta do shkojnë me Nenad Rashiqin, mirë po edhe pas publikohet vendimi, Kuvendi është i detyruar që ta rikthej procedurën. Metaforikisht po përdorin krahasim me rastin Pacolli, kur Kuvendi kishte bërë shkelje në zgjedhjen e kryetarit duke i përshpërfill procedurat, në të njëjtën mënyrë ai është i detyruar që ta rikthej procedurën e zgjedhjes nën kryetarit serb, sepse ai i cili e gëzon pozitën, nëse po e zom eventualisht edhe hipotetikisht është Nenad Rashiqi, është një pozitë e cila është fituar në kundërshtim me detyrimet dhe me normat kushtetuese të vendit. Kështu që nuk ka betejë votash kjo. Është betejë votash mbase nuk është që nuk i është shpërblyer, nuk është se nuk i është shpërblyer, nuk është se nuk ka përfituar politikisht Albin Kurti nga ky narracion, nga ky insistim, do thotë dy kanë qenë temat kryesore në këtë drejtim, tjera janë këtu në pjesën shqiptare. Betejë që është zhvilluar në KQZ-n mos të madhe nga eksponentët e vetvenduesis që në mënyrë të vazhdueshme të transmetohet mesazhe se si të njëjtit po e bëjnë të pamundurën që ta decertifikojnë listën serbe, por që edhe aty arsyetimi është përdorur se si parti tjera shqiptare nuk e kanë guximin dhe vullnetin e saj për ta jetësuar deri në fund këtë mision, dhe kjo në Kuvendin e Kosovës. Pak a shumë ne i dim, në thotë kemi përjetuar e jetuar këto debate politike, kryesisht mbi këto dy tema kryesore është kanalizuar debati publik në raport me listën serbe, e cila u pa që nuk i është rikthyer në benefite elektorale lëvizjes vetëvendose.